Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë mi. Sot pranë jush do të vim me dy histori shumë të dhimbshme, por fillimisht do të nis me historinë e parë. Unë e di që do t'ju duket e pabesueshme, sepse edhe unë kur e kam lexuar në fillim si histori, më është dukur e pabesueshme, realisht më është dukur të merr. Nuk doja ta besoj, nuk doja ta imagjinoj që ekzistojnë fenomene të këtilla, ekzistojnë nëna të këtilla. Historinë ma ka shkruar një vajzë që nuk e imagjinon dot atë që i ka ndodhur. Do të thënë nëna ja ka marrur burrin, imagjinoni në çfarë gjendje. Nuk e di nga t'ja nis. Ndoshta nga fillimi, nga koha kur gjithçka dukej e pastër, e bukur edhe e ndershme. Kur besoja se dashuria ishte dhuratë e Perëndis, e jo plagë që të hapet nga njerëzit më të afërt në jetë. Historia ime fillon para 3 vitesh, kur mendova se më në fund më kishte buzëqeshur fati. E takova Arditin rastësisht, një djalë i qetë, i edukuar, me buzëqeshjen që të bënte të haroje çdo hall. Ishte mbrëmja kur shoqet më morën me zor në një fest. Aty u ndeshëm sy me sy. Nuk folëm shumë, por mënyra se si mu afrua, si më kërkoi numrin, më dha një lloj sigurie që nuk e kisha ndjerë më parë. Brenda pak javësh, unë edhe ai u bëm të pandashëm. Unë ja tregova familjes së pa u vonuar. Dhe këtu fillon hija e parë që tani e kuptoj se nuk duhej injoruar. Nëna ime u entuziazmua më shumë se sa duhej. Në fillim mendova se ishte thjesht gëzim për mua. Ajo e pyeste për gjithçka, ku punonte, çfarë hante, cilët ishin shokët, çfarë ai pëlqente. Madje më kërkonte t'i tregoja çdo bisedë që bëja me të. Thoja me vete, është nën, është e natyrshme. Por çdo ditë e shikoja që interesimi shndrohej në diçka më të thellë, në diçka më të çuditshme. Ndërkohë unë edhe Ardi po planifikonim për fejesën tonë. Ai shpesh vinte në shtëpinë time dhe aty fillova të vërej atë vështrimin e nënës, atë buzëqeshjen e hollë që nuk ja kisha parë kur. Fliste shumë me të, madje më ndërpriste mua për t'i sqaruar gjëra që nuk i përkisnin as pak. Nisit më dukej sikur ajo kërkonte vëmendjen që ai ma jepte mua. Një ditë pa dashje, dëgjova nënën time duke folur me dikë në telefon. U fsheha pas derës. Ajo qeshte. Qeshte në një mënyrë që nuk më kishte bërë kur më parë. Pastaj tha, jo, mos e mendo këtë. Ajo nuk e kupton se qa ke ti brënda. Por unë e di. Të kuptoj më shumë se vajzat e reja. Për pak më ra telefonin nga dora. Zëri në anën tjetër më dukej i njohur, por nuk kisha guximin që unë ta besoja. Atë që mua më shkonte ndërmend. E pyeta më vonë, mos vallë fshehan diçka apo me kë ajo kishte folur, dhe ajo u hutua, u nervozua edhe tha,
Mos më kontrollo bisedat, nuk jam unë fëmijë. Atë natë nuk fjeta, zemra më ndjente se diçka shumë e errët po më afrohej. Ardi nisi të ftohej me mua, nuk më shkruante më si më parë, nuk vinte shpesh. Filloi të gjente justifikime, e pyesja, a ka diçka që nuk shkon, dhe ai thoshte, jo, jam thjesht i lodhur. Por një natë bëra gabimin, ose shpëtimin që më ndryshoi jetën. Kontrollova telefonin e nënës. Në mes të 10 biseda, kishte një emër të ruajtur si A. E hapi me duar që më dridheshin, aty gjeta mesazhe. Mesazhe që nuk duhej t'i shihte kur një vajzë nga nëna e saj dhe nga i fejuari i saj. Më pëlqen mënyra si më shikon. Ti je i vetmi që më bën të ndjehem femër. Mos u shqetëso. Ajo nuk dyshon asgjë. Ndjeva si kur mu pren këmbët. Bota mu kthye përmbys. Ishte tradhëtia më e ulët, më e ndyrë, më e pabesë. Dhe vinte nga dy njerëzit që duhej të më mbronin e jo të më shkatronin. Nuk prita më. Ju hodha nënës në fytyrë me telefonin në dorë. Ajo u zverdh. Pastaj u skuq. Pastaj nisi që të më bërtiste. Nuk e kupton, më thonte. Unë thjesht po të mbroja. Ai s'është i duhuri për ty. I bërtita aq fort sa më dhimbën mushkërit. Ajo nuk pranon të asnjë gjë. Pastaj qau. Pastaj u betua se ishte një keqkuptim, pastaj më fajsoi mua se po i kontrolloja jetën. E telefonova Ardin, ai nuk u përgjigj. I shkrova, më bllokoi. Aty e kuptova që ai kishte zgjedhur nënën time. 2 ditë më vonë, nëna ime nuk u kthye më në shtëpi. Telefoni fikur, valizhja e saj nuk ishte më. Baba ishte në punë jashtë vendit dhe unë mbeta e vetme, e humbur, e shkatëruar. Mendova se mund të kishte shkuar te një teze apo te një shoqe, por askush nuk dinte asgjë. Mbrëmjen e tretë dikush më dërgoi nga një numër i panjohur një foto. Në foto ishte ajo dhe Ardi, të dy në një makinë duke buzëqeshur. Nuk kisha asnjë dyshim. U zhdukën, u larguan, më lanë me një plagë që nuk shërohet. Më morën gjithçka. Familjarët e morën vesh më vonë. Askush nuk kishte guximin të më shikonte në sy. Askush nuk dinte ç'të më thoshte. Babi u kthye nga jashtë dhe më kërkoi kudo. Më pas morën vesh se ishin larguar në Itali. Jetonin bashk. Nuk e di ç'jetë bëjnë, nuk dua ta di dhe nuk dua më t'i shoh kur as ti me më dhe as atë. Ka njerëz që më thonë haroje edhe përpara, po si të harosh një nënë që të shiti, si të harosh një të fejuar, që të la për nënën tënde. Sot jam ende duke u rikuperuar, ende kam net që zgjohem duke qarë, ende kam momente kur pyes veten, ku gabova unë? Pse mu desh të paguaj unë për urinë emocionale të një gruaje që duhet më mësonte dinjitetin? Nuk kam përgjigje, por këtë e di. Nuk do t'jem më viktima e askujt. Do ta ndërtoj jetën time, do t'i jap vetes dashurinë që nuk ma dha ajo. Dhe këtë histori
E tregoj vetëm që të kuptojnë të gjitha gratë, tradhtia nuk të vret vetëm nga i dashuri. Ndonjëherë vjen nga gjaku i dhe kjo është goditje më e rëndë nga të gjitha. Përshëndetje të dashur miq. Tani pranë jush do të vim me një histori të pazakont, por janë histori të dëgjuara. Më herët, do të flasim për një situatë për dy motra, të cilat nuk e kanë ditur realisht që janë motra, por në ditën që janë martuar në një familje të njëjtë, kanë arritur ta kuptojnë që nuk janë kunata, por janë motra. Por në çfarë kuptimi janë motra? Dëgjoni historinë në vazhdim. Isha 27 vjeç atë vit. Një vit që do të duhej të ishte më i lumtur i jetës time. Por doli që të ishte më i errti. Kam jetuar gjithë jetën në një fshat mes maleve, ku fjala e të rriturve ishte ligj. Ku tradita ishte mbi çdo gjë dhe ku sekretet rinin në gjithmonë nën hi, gati të shpërthenin në ditën më të gabuar. Ajo quhej Arta, e bia e dajës së babit tim, rritur me zakonet më të mira, e qetë, e sjellshme, e ndrojtur dhe e bukur në një mënyrë që të prekte shpirtin. Shtëpitë tona ishin shumë afër, edhe qysh të vegjël, unë edhe Arta kishim rritur një afërsi që askush nuk e kuptonte. Na thoshin gjithmonë, mos qeshni shumë se jeni të afërme, mos rini gjatë bashkë se nuk i dihet muhabeti të botës. Por asnjë gjë nga këto nuk mjaftoi. Kur u rritëm, ajo u bë një lloj drite për mua. Çdo ditë e shihja që teksa më mbushte ujë. Apo kur dilte me atë shamin e bardhë për të mbledhur barin. Zemra më rikte fort se ne jetonim në fshat. Isha e bindur se ajo ishte gruaja ime e ardhshme.